padrejtësia apo zullumi? Miq të dashur, transmetohet që Harun al-Rashidi, njëri nga kalifët e suksesshëm në Islam, ka dërguar djalin e tij te një prej mësuesve që të mësohet që djali i tij kishte emrin Ma'mun. Mësuesi i tij, pra i këtij Ma'munit, kohë bas kohe e goditte me një shkop djalin e kalifit, edhe atë jo për shkak se nuk mësonte, jo për shkak se nuk i bënte detyrat që duheshte, po thjesht për asgjë. E goditte dhe e goditte ditë për ditë. Kur i ankohej te ki babait të tij, babai thonte me siguri mësuesi ka ndonjë shkak pse ai të godit, pra mos eja të unë të më flasësh. Kaluan vite dhe mësuesi po e godit me shkopin e tij gjatë kohës së gjatë. Me vdekjen e Harun al-Rashidit në postin kalifatit ngritet djali i tij Ma'muni. Dhe hapin e parë që e merr në këtë rast është e fton mësuesin e tij, që tani më ishte i mplakur, dhe e thirr në divanin mbretëror. Përreth tij plot ministra, vezira dhe kështu me radhë. E thirr mësuesin dhe i thot: "Tani si kalifi yt dëshiroj që të më japish një arsye dhe një përgjigje pse me ke goditur me vite me radhë edhe atë pa asnjë shkak. Pse me ke bë këtë padrejtësi?" Mësuesi e pyeti: "Ende e mba mend?" Tha: "Do ta mbaj mend deri në vdekje për shkak se më ke goditur padrejtësisht." Atëherë i tha: "Birim, unë e kam ditur që ti do të bëhesh kalif një ditë prej ditëve. Dhe kam dashur që ta fus nën lëkurën tënde padrejtësinë apo ndjenjat për padrejtësi, dhe të shohësh se ndjenja e padrejtësisë nuk harrohet asnjëherë, pa marrë parasysh çka do të bëhesh në jetën tënde, dhe një prej saj je ti. Ende nuk e ka harruar padrejtësinë time ndaj teje, edhe pse ka qenë një shuplag. Çka mendon nëse do t'i bësh padrejtësi njerëzve në këtë shtetin të cilin e udhëheq? Si mendon do të ndjehen ato njerëzit? Ta merr mendja se do ta falin ndonjëherë, ta merr mendja se do ta harrojnë ndonjëherë? Jo, asnjëherë s'kan ta harrojnë. Pra, ki kujdes me padrejtësinë ndaj njerëzve, dhe kjo ishte një mësim për ty." Miq të dashur, pejgamberi i Allahut këshillon që të keni kujdes me padrejtësinë ndaj njerëzve, se Allahu nuk e kthen lutjen apo mallkimin e atij i cili i bëhet padrejtësi dhe më njëherë e realizon. Keni kujdes ndaj padrejtësisë dhe jini të drejtë. Ju përshëndes kudo që jeni, mbetëshit mirë, Zoti ju ruajt dhe selame për ju.